Fshati ynë Slatina, vendbanimi ynë, është fshati më i madh nga Tetova deri në Kosovë. Nuk kemi pas shkollë fillore, është për keqardhje. 4 vite kemi shkuar në fshatin Leshk, 4 vite tjera në fshatin Te Arz. Kështu që mbasi mbarova shkollën fillore, pa i mbushur 14 vjet, lindi dëshira për shkollim të mesëm në medresen Alaudin të Prishtinës. Më kujtohet se pasi që prindi im, babai, ishte i punësuar në spitalin e Leshkës, nuk ishte kohë të vinë me mua, erdhi mingja jon, e ka pas emrin Abdullah, hafiz ka qenë i Kuranit, edhe në fillim të shtatorit, kur shkuam atje, nuk na pranuan nga se ishte numri ishte i kufizuar. Pas disa ditëve, pasi që imami i asaj kohe në fshatin tonë, koshkriri i babës dhe i mingjës, Hafiz Nuremani, ishte imam, edhe një hoç nga Përshevca, Hafiz Haruni, ishte që mbante ligjërata, ders. Me një mërgjimtar tonin kishte vetur, atë radhë kush kishte vetur që vishin nga mërgjimi, shkuam në Prishtinë, te drejtoria, aty ishte edhe profesori i gjuhës arabe dhe i kiraetit Hasan Efendi Nahi, përkthyesi i Kuranit, i cili ka studiuar në Kairo ndërmjet 2 luftave botërore. Më tha të lexoj diçka nga Kurani, pasi lexova, ai dha mendimin para drejtorit edhe u pranova.